ish urgosuri politik Nait Hasani ka shprehur mbështellimet e tij për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, duke i cilësuar atë si një hero të Kosovës. Hasani ka bërë këto deklarata gjatë vizitës së tij në familjen Thaçi në fshatin Mburoj të Skanderajt, ku ka përkujtuar figurën dhe kontributin e të ndirit. Hasani theksoi se vdekja e Haxhi Thaçit, vetëm një ditë pasi kishte takuar të birin Hashim Thaçi, tregon për lidhjen e fortë shpirtërore mes prindit dhe djalit. Ai e përshkroi këtë moment si një dëshmi të ndjenjave të thella dhe dashurisë së pamasme mes tyre. Është një dhimbje që ndaj me familjen Thaçi është një proces i natyrshëm i jetës, por fakti që Hashimi arriti ta shihte baban e tij gjallë dhe pas një dite ai ndoroi jetë, tregon për një lidhje të fortë shpirtërore mes tyre. Për mua, kjo është një shenjë e madhe e dashurisë mes prindit dhe fëmijës, u shpreh Hasani. Ai e cilësoi Haxhi Thaçin si një njeri fisnik të ndershëm dhe me vlera të larta detare. Sipas tij, Haxhi Thaçi ka qenë një këshilltar dhe mbështetës i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke dhënë këshilla të vlefshme për organizimin dhe strategjinë e luftës. Kështu që Hashimi u ndai qetë pasi e pa prindin e tij gjallë, por njëkohësisht edhe prindi pati mundësinë të prekte dorën e të birit, i cili padrejtësisht ndodhet në gjykatën speciale. Për mua Haxhi Thaçi ishte një njeri fisnik, bujar, detar dhe këshilltar i madh. Ai gjithmonë ka qenë një figurë që ka ditur të japë propozime të mençura për organizimin e luftës dhe për të ardhmen e Kosovës. Për këtë arsye, unë i konsideroj atë si një hero të vërtetë të Kosovës, shtoi Hasani, duke lënë pas familje të nderuar dhe një histori të lidhur ngushtë me lëvizjen çlirimtare të Kosovës. Parimi të ndjerit do të bëhet nesër më 18 mars në orën 15 në varrezat e fshatit Buroj të Skanderajt. Familjar, miq, bashkëluftëtarë dhe qytetarë të shumtë pritet të marrin pjesë në ceremoninë mortore për të dhënë lëmë të mirë në fundit, një figurë të respektuar të Kosovës.